Burrit intereson a jën aty, jo çka flet. Parimisht, unë pe hapi edhe një dritare për te kësaj që ju theksut, është se aspekti psikologjik i dy bashkëshortëve është i ndryshëm. Këtë e ka promovu Kurani para se ta promovojnë psikologët botëror. Allahu në kaptinën e dytë në Kur'an, kaptinën Ali Imran thotë: "Walaysa dhakaru kal untha." Mashkulli nuk është si femra, jo burri. Se ku flitet martesë, flitet si vlerë burri. Këtu flitet mashkulli, sepse kemi të bëjmë me gjini. Pra gjinia mashkullore nuk është si e femërore. Prandaj unë i sugjeroj çiftet zakonisht kur i moj trajnime që të lexojnë për gjininë e kundërt. Femra të lexon për mashkullin, për vetit specifikat, karakteristikat e kështu me radhë. Edhe e kundërta, meshkujt të lexojnë për gjininë femërore. Kur lexon mashkulli për shemb për gjininë femërore dhe i kupton të veçantat e gjinisë femërore, ato janë natyrshmëri, asgjë nuk është mangësi. Ose kur femra lexon për mashkullin që dallon substancialisht disa gjëra, për shembull, unë veç po e specifikoj këtu një veçori. Për shembull, në psikologjinë do thotë çështjeve sociale, kur flitet të dallimet mes gjinive, flitet që mashkulli është shikues, ndërsa femra është ndëgjuese. Çështu flitet. E çka kanë për qëllim me këto nocione? Mashkulli është shikues, i bie mashkullit intereson burrit, këtë rast bashkëshortit, intereson me i pas gjërat konkrete, jo çka flet gruaja. Kum pas plan me ta bëu ushqimin, kum pas plan me ti hekuros gjërat, por nuk janë. Burrit intereson a janë aty, jo çka flet. Pra, prandaj bashkëshortja, gruaja, femra do ta ketë në konsiderat këtë. Burrit po interesojnë gjërat me i pa me sy, jo çka mendon. Mund të arsjetohet një ditë, mund të arsjetohet 2 ditë, mirë, por nëse vazhdon me të njëjtin stat të zhvillimit, do thotë i bie që vije deri te prisja e martesës. Gruaja është ndëgjuese. Çka i bie ndëgjuese? I bie që gruaja kur të flet ka qef me u ndëgju zëri i saj. Pra, para të arsye kjo është një këshill për meshkujt, për burrat madje, për bashkëshortët, që kur të flet gruaja ka qef që të ndëgjohet fjala e saj, sepse plotësohet gruaja me këtë plotësohet. Nga se natyrshmëria e saj është që e ndin vetveti, këto i studime ndërkombëtare të psikologëve, edhe të sociologëve, të antropologëve, se gruaja e një lloj boshllëku, një lloj mangësie ku burri nuk jep vëmendjen. Pra, sikur nuk ka përkrahje. Përkrahja e gruas është kur burri e ndëgjon. Edhe unë po e shfrytëzoj audiencën tuaj, këto studion tuaj dhe audiencën njëkohësisht me këshillu që kur kanë bisedime bashkëshortët mes veti, nuk bisedohet me telefon përpara. Për faktin se është një goditje dhe një fyrje dhe një ofendim, kur për shembull gruaja e paraqet një pyetje, hap një diskutim, burri hap telefonin dhe mirret me telefon. Kjo domthon është një goditje për gruan.